Romina Radonshiqi, një zë i kthjellët që përpiqet të ndikojë dhe të shpjegojë të ndërlikuarën me fjalë të thjeshta për publikun kur bëhet fjalë për ekonominë, ajo që na intereson të gjithëve. Është e ftuar në podcastin me Jonën. Romina, të falenderoj. Faleminderit ju për ftesën. Të shohim në media, je një figurë tashmë që je publike, por unë nuk dua të nisim këtë bisedë si ekonomisti apo ekspertja ekonomisë. Unë dua të di se çfarë fshihet për te Rominës në profesion. Në aspektin e jetës personale, doja ta nisja këtu, pasi është shumë e rëndësishme. Unë jam një ria që thjesht, saqë nëse do të më shikosh rrugës, ose do të më shikosh me 2 fëmijët e mi, ose do të më shikosh vetëm duke vrapuar për të kapur oraret e leksionit, për të kapur ndoshta edhe për të shkuar në media, apo për të kryer, le të themi, rutinën e ditës, për të bërë pazar. Ndoshta mund të shohësh edhe tek vendi ku mund të bëj pazar që jam duke u rrotulluar 2-3 herë për të parë çmimet më të lira. Dua të them që jam njëri shumë i thjeshtë, sepse jeta e tillë është. Duhet të jesh i thjeshtë që të bësh gjëra të mëdha, nëse nuk je njëri i thjeshtë dhe pretendon që të bësh gjëra të mëdha, patjetër që s'mund të bësh kurrë gjëra të mëdha. Të shikoj që je e pranishme në media, ne pavarësisht se të dyja jemi njohur në kushte të tjera, se e kam dursaken time, por prania jote në media është sigurisht një mund që nuk vlerësohet, por ti e ke bërë këtë si një mision për të dhënë informacionin që ti ke, për t'ju shpërndar këtë pjesës tjetër të shoqërisë, në mënyrë që ti shpjegosh se çfarë po ndodh me ekonominë, me inflacionin, edhe tema të ndryshme që janë goxha intensive kohët e fundit. Si mendon Romina, ne shqiptarët, a jemi popull i pasur apo i varfër? Unë mendoj që ne shqiptarët jemi popull i zgjuar, sepse nëse krahasojmë të ardhurat që ne kemi dhe me, le të themi, me çmimet që janë në Shqipëri, ne përsëri mundohemi, le të themi, me fjalë të thjeshta fare të bëjmë qefin vetes, po dhe antarëve të tjerë. Ku them antarëve, mund të jenë shoqëria jon, mund të jenë antarët e familjes, apo ndoshta edhe fëmijët, pra që tregon që ne nuk jemi të pasur, por jemi të zgjuar. Me aq pak mundësi sa ne kemi, ne mundohemi t'ja dalim, por edhe të ndjehemi mirë me veten. Dhe këtu kam rastin të them, për shembull në raste ditëlindjesh, ne në Shqipëri nuk jemi nga i popull që ne mund të pim një kafe dhe e dim që mikesha jon ka ditëlindje dhe nuk do t'i bënim një dhuratë. Pra, edhe ndoshta pse të ardhurat nuk i kemi të larta, ne mund të sakrifikojmë nga diçka e jona për të kënaqur miken apo flasmiken, sepse nuk marrin konsiderat fare të afërmit, se patjetër që ne për të afërmit bëjmë shumë. Dhe kjo tregon që ne jemi një vend i cili jemi shumë social, por nga ana tjetër kemi shumë për të dhënë, edhe pse ndoshta para jo, por japim shumë dashuri. Çfarë kujton Romina nga vitet e saj të fëmijërisë? Në fakt, patjetër që dhe unë dhe si gjithë bashkëmoshtratarët e mi jemi rritur me dashuri, madje jemi rritur dhe me dashuri, po nga ana tjetër jemi rritur dhe me një rregull, me një disiplinë që na kam bërë që të mësojmë më shumë se ç'është ajo që kemi, dhe të kuptojmë që është shumë e rëndësishme që ne duhet t'ja dalim vetë dhe duhet të hecim, duhet vendosim objektiva dhe këto objektiva duhet t'i ndjekim, dhe kjo është falë dhe disiplinës apo edukatës në cilën jemi rritur, dhe ndoshta dhe pamundësisë për t'i pasur të gjithë ato gjëra që duhet i kishim. Dhe ndoshta kjo pamundësia ne na ka bërë atë që unë thash pak më parë, që ndoshta para s'kemi, por kemi shumë dashuri. Ndoshta para s'kemi, por kemi shumë iniciativë për t'ja dalë. Dhe nëse s'kemi para, mbi të gjitha shumë e rëndësishme se ne nuk mërzitemi pse s'kemi para. Ka pasur një moment në jetën tënde kur unë e di që ti je një grua në karrierë, me shumë ngarkesa, sigurisht, ju jepni mësim në Kolegjin Universitar Logos, keni angazhime të tjera jo vetëm në profesion, por edhe familjare. Ka pasur një moment kur ka thënë që mjaft, ma unë u lodha? Në fakt, nëse do ta thoja në mënyrë të sinqertë, jo më pak se para 1 ore, thash nuk dua më. Dua të mbaj vetëm një angazhim që është universiteti, sepse kjo është dashuri e parë në fakt. Dhe asgjë tjetër. Por kuptoj që nëse përsëri filloj e mendoj dhe them, nëse nuk do të kem kaq shumë angazhime, ndoshta do të jem më e mërzitur. Se ndoshta edhe media
por dhe angazhimet e tjera, trajnimet apo angazhimet e tjera mua më japin fuqi që të ndjehem më mirë me veten. Tregon që unë vlej, unë mund të jap diçka dhe më e rëndësishme dikush është ndoshta dhe arsyeja pse dal shumë media sepse ka shumë individ që më bëjnë këtë pyetje edhe e di pse e bëj sepse kjo media përveç fakultetit në fakt mua më mban të azhurnuar me çdo informacion dhe më bën që të lexoj gjithmonë. Unë gjithkohës lexoj. Dhe nëse ndoshta do të mos ishte media, do të lexoja, po do të lexoja më tepër në mënyrë teorike dhe akademike. Dhe nuk do të vihet, le të themi, logjikën për të bërë apo për gjetur diçka një zgjidhje praktike. Nuk them që ne ekspertë ekonomisë kemi ndryshuar botën, por di të them që në shumë programe politike ato çka kanë thënë ekspertët e ekonomisë ashtu janë shkruar edhe në programet politike. Kështu që media, emisionet si emisionet e juaja ndikojnë pozitivisht në ndërgjegjësimin e qytetarëve, po nga ana tjetër ndikojnë pozitivisht ndoshta edhe në politikbërje. Jo ndoshta, por ndikojnë. Për të mos a thënë me shumë siguri se do duket më ndihmësi në fakt, ndaj dhe them fjalën ndoshta. Edhe kjo është një gjë e mirë që dëgjohet zëri. Pra ai mundi nuk shkon dëm. Është dikush aty që dëgjon dhe do akoma më tepër informacion për ta zhvilluar dhe rritur këtë vend. Si ka ndryshuar Shqipëria nga aspekti ekonomik? Në fakt ka ndryshuar, mund ta them dhe për mirë. Së pari e them për mirë sepse ka ndryshuar qasja e qytetarëve. Nëse dikur e lidh këtë me votimet, me zgjedhjet sepse ishim shumë pranë. Nëse dikur nuk shikohen fare programet e partive politike, sot qytetarët lexojnë programet politike dhe me sa di unë në biseda informale dhe në takime me deputet, shumë individ i janë drejtuar me pyetje shumë të zgjuara sepse kanë lexuar programet politike, qoftë për pensionet apo për tema tjera. Kjo është një aspekt. Ndryshim tjetër që ka pas Shqipëria, në fakt ndryshim në arenën ndërkombëtare sepse dikur, këto e kam dhe eksperiencë personale, kur kam përfaqësuar Shqipërinë në 2 aktivitete të Komitetit Evropian, në fakt më ka shumë çudi ku një belge më ka thënë ku është Shqipëria. Ndërkohë që ne dim shumë mirë që në Belgjik ka shumë emigrantë shqiptar që patjetër kanë bërë emër të mirë, por ndoshta dhe emër jo të mirë, po e çështja është që Shqipëria njihet. Nuk është se nuk të bësh një pyetje të tillë në fakt është e çuditshme. Dhe më tha, mos ndoshta është Shqipëria i vendi që është në kufi me Kosovën, domethënë njihnin Kosovën dhe nuk njihnin Shqipërinë. Jo se nuk e njihnin, po ndoshta ishte një ironi. Sepse në 2016-ën Shqipëria shikoi me sy tjerë nga ndërkombëtarët. Ndërkohë që sot janë ndërkombëtarë ato që vinë në Shqipëri për të bërë biznes, vinë në Shqipëri për të blerë pasuri, vinë në Shqipëri për të bërë pushime, apo ndoshta kërkojnë shqiptar për të punësuar, ndoshta në distancë apo dhe në kompanitë të tyre prestigjioze. Pra, tregon që imazhi i Shqipërisë ka ndryshuar si imazh. Në aspektin ekonomik, patjetër që ka bërë përparime, përsërinë shqiptarët nuk jemi të pasur, por që turizmi, industria e ndërtimit të zhvilluar. Pra janë disa sektorë që po zhvillohen dhe kjo është një anë e mirë, pra për të mos a parë situatën vetëm gri, unë them që nuk është gri. Pra nga e zeza kemi kaluar te gria tani, besoj se jemi duke u zbardhur dhe mendoj që shumë shpejt fal talenteve dhe burimeve njerëzore që ka Shqipëria dhe të rinjve që kanë për shkak të shumë iniciative që ato kanë apo startupeve, ne shohim të rinj që ky imazhi i Shqipërisë ka ndryshuar jo si pasojë e politikbërjes, absolutisht nuk jam dakord. Imazhi i Shqipërisë ka ndryshuar për shkak të rinjve, të cilët janë punëtor, kreativ dhe kanë talent. Sepse kudo ku ka shqiptarë nëpër botë kanë treguar në përgjithësi që bëjnë gjëra të mëdha. Je krenare që je shqiptare? Patjetër që jam krenare që jam shqiptare, sepse kudo në botë e di ku është problemi, ka domethënë shqiptarë cilët janë shumë të arrirë, por problemi është që ne në Shqipëri nuk i promovojmë. Ato që ndoshta bota mburret dhe thotë është nacionaliteti jonë, ndërkohë që s'është, ndërsa ne nuk i promovojmë. Pikërisht këto të rinë, apo ndoshta mund të jetë në moshë mesatare, duhet të vinë në Shqipëri të jenë mentor e brezit të ri, sepse dhe brezi i ri ka nevojë të shikojë shembuj pozitiv. Romina, ti ke kontakt me të rinë, duke qenë se punon në një universitet, në Kolegjin Universitar Logos. Çfarë do të thojë ti një të riu që thotë unë do iki jashtë, këtu në Shqipëri nuk ja vlen të qëndrosh? Atëherë unë do të thoja, besoj se ja hasur. Ose më saktë ja kam thënë, nëse të pëlqen fryma europiane të punuarit, shumë mirë, se çdo njeri është i lirë të bëjë çfarë doj.
gjej një mundësi të punësimit online, që do thotë ti mund punosh në Shqipëri, sepse ke disa facilitete, pra ke familjen pranë, ke një shtëpi, ke vendin tënd dhe mund të punosh online dhe je pjesë e tregut evropian, por njëkohësisht kontribon në Shqipëri, por njëkohësisht ato aftësi që ti merr nga puna online, ti mund të shërbej më pas për të hapur biznesin tënd. Pra kjo është një nga këshillat që unë jap, pra që është midis Shqipërisë dhe Europës, sepse në fakt nuk është edhe për të parajgjikuar njëri që do të fitojë një eksperiencë. Po. Tani ti thua shtëriut shko ik në Europë dhe kthehu, unë mendoj që nuk do ta bëj, por duhet të jemi realistë, për shkak se edhe Europa, jo vetëm për pagat e larta, po edhe për cilësinë, për shërbimeve, për ndihmat që jep, për iniciativat që ka për të mbështetur të rinjt apo profesionistët, le themi që shumë hapa përpara Shqipërisë. Por një nga këshillat është që punon online. Një këshill tjetër ka qenë për shembull nisë karrierën në Shqipëri, provo veten e më pas nëse mendon se duhet largohesh, largohu, provoje veten dhe aty dhe bëj krahasime, sepse patjetër që edhe të shkosh në, sidomos në këtë situatë kur Europa, por jo vetëm Europa dhe pothuajse në gjithë bota është në një tranzicion ekonomik. Ne kemi parë çfarë po ndodh me politikat e Trumpit, ne kemi parë luftrat si kanë ndikuar në botë, që do thotë që Europa nuk është më një Europë që Europa e mundësive, është Europa e sfidave. E njëjta gjë është dhe Shqipëria, Shqipëria e sfidave. Atëherë pse mos të sfidohemi në Shqipëri dhe pse duhet sfidohemi në një vend që s'na njeh askush? Nëse ti do kishe në dorë të bëje diçka për të rinj që të mos largoheshin, çfarë do bëje? E kam thënë dhe në intervista të tjera dhe kjo ka qenë kritik për politik bërsi dhe programet ekonomike që ata kanë pasur. Së pari do të krijoja konkurse kombëtare dhe rajonale për start-up për ide biznesi. Dhe në këto konkurse do të përzgjidhja disa ide biznesi që mendoj se nëse do të futeshin në treg, do të sillnin një benefit social. Patjetër pse çdo biznes ka një benefit personal, pra një marrë shfitimi për biznesin, se ndryshe quhet biznes. Por do të kishte një përfitim social dhe do të ndikonte pozitivisht edhe tek niveli punësimit apo zhvillimi ekonomik i vendit. Pra pikërisht startupet, pra duhet t'i japim mundësi të rinjve, të jenë të lirshëm, të kenë ide, ato ide t'i bëjnë realitete dhe duhet nisin fillim me trajnime, pra kush individ ka ide, duhet të trajnohet që ta zhvillojë këtë ide dhe këtë gjë duhet ta bëjë ose qeverisja vendore ose qeverisja qendrore, gjë që s'e ka bërë. Në fakt projekte ka. Projekte ka, por çështja është gjithmonë këto projekte janë për grupe të marginalizuar, por problemi që është këto projekte nuk përfitohen nga ato që duhet përfitohen. E qartë. Këtu ka vend për diskutim, por ne do ta lëmë kaq. Okej. Romina, çfarë do i thoje jo një pune? Edhe në qoftë se do të paguante shumë. Cilës punë do t'i thoja jo, nëse edhe një pagesë që ti as nuk e ke imagjinuar? Okej, unë do t'i thoja jo një pune, domethënë kam dy punë që mund t'i them jo. Një pune në sektor privat, i cili nuk të vlerëson për punën që bën. Dhe e them këtë sepse dua të kritikoj sektorin privat, gjithmonë atë sektor privat që nuk respekton kapitalin human. Sot, kapitali human është gjëja më e çmuar dhe siç e shohim shumë biznese po e vuajnë dhe po marrin nga jashtë edhe pse kanë përsëri një kosto shtesë dhe le të themi nuk kanë qëndrueshmëri në punojësit që marrin. Pra, një punë e cila nuk më respekton. Dhe një punë në administratë publike do t'i thoja jo. Pse? Një jo të madhe. Sepse nuk zhvillohesh. Profilizohesh vetëm në një aspekt, por nuk zhvillohesh. Dhe akoma ne kemi mungesë meritokracie në vendin e punës dhe në një moment ku partia politike apo drejtori, drejtuesi nuk është më aty, atëherë nuk je as ti. Dhe me këtë rast, unë i bëj thirrje çdo të riu. Duhet mos ta shikoni si mundësi punësimi administratën publike. Pra, patjetër mund ta shohin si mundësi punësimi, po jo si prioritet. Çdo i ri nëpër botë është zhvilluar në biznes, sepse biznesi të mëson të bën kreativ dhe ndoshta të rrit dhe vetë vlerësimin dhe motivimin për të hapur ti një biznes. Ti je ti një model si shefi yt. Kështu që ndaj do t'i thoja jo punës në administratë publike. Ta përmendim pak të shefin. Si ka ndryshuar shefi dikurshëm me shefin sot?
A ka një mendësi tjetër e prori kundrejt punëmarrësit të tij? Po, është vërtet, nëse dikur shefi dinte të gjitha dhe shefi ishte edhe pronari, sot pronari apo investitori ka kuptuar që nuk duhet të jetë ai që i bën të gjitha, por duhet të jetë dikush tjetër që ka më tepër aftësi negociuese, aftësi udhëheqëse. Dhe meqense kemi kaluar te kjo i dyti, pra tek një i punësuar për të bërë rolin e shefit të një kompanie apo të udhëheqësit të një kompanie, atëherë ky për sa kohë ka një vizion, respekton kapitalin human, e përfshin në vendimarrje, i merr mendime, pra ka ndryshuar. Jemi, le të themi, në hapat e para të marrjes së eksperiencës europiane. Jo në finale, por në hapat e para po. Po pagesat, Romina, se kjo na intereson të gjithëve. Atëherë, ne në Shqipëri kemi biznese të cilat janë zhvilluara, por përsëri nga struktura e biznesit nuk kemi aftësi paguese aq të mëdha dhe eksportuesi që dikur paguheshin shumë. Sot ne kemi parë për shkak të krizave makroekonomike që nuk varet fare në dorën e tyre, ato janë në kushte ku nuk mund të rrisin dot pagat, sepse ne shohim që kemi rritje çmimesh, por nuk po rriten pagat. Pagesat janë në sektor të ndryshëm. Pra kemi parë që sektori i ndërtimit dhe sektori i turizmit ka pagesat të larta. Patjetër në institucionet financiare, marketingu etj. Pra janë disa profesionistë të lirë që ofrojnë pagesat të larta, por kemi disa profesione tjera, për shembull profesioni i mësuesit, i doktorit, ndoshta edhe i pedagogut, ka pagesa motivuese. Dhe ky është një problem i madh. E them këtë sepse, për shembull, një mjek duhet të ketë pagesa të larta për shkak sepse ai duhet zhvillohet. Një pjesë e pagesës, e pagës mujore duhet shkojë edhe për zhvillim personal, se një mjek duhet lexojë gjithkohë, se njëjta gjë edhe për një jurist, njëjta gjë pra të trajnohet, njëjta gjë edhe për një pedagog, sepse rritja e cilësisë shërbimit vjen dhe si pasojë e trajnimeve dhe azhurnimeve me të rejat e fundit. Romina, a kursen? Po, unë kursej shumë në fakt. Dhe njëherë nuk do habitesh apo të mësoje përgjigje tjetër në fakt. Dhe njëherë më vjen dhe keq për veten që kursej kaq shumë. Sepse kam anën e kundërt në familje që ai nuk kursen fare. Dhe ndaj mërzitën. Sepse unë mendoj që në një familje ka shumë rëndësi që të dy palët të bëjnë një mirë menaxhim të financave dhe të kursejnë. Dhe di pse e them këtë, sepse sa do të paguash, niveli i pagave në Shqipëri nuk mjafton për të mbuluar të gjithë shpenzimet. Pikërisht, këtu duhet ndalem një çift që kanë pagën minimale, e supozojmë 600 euro, edhe pse nuk është paga minimale 600 euro. Dhe jetojnë në një banesë me qira. Çfarë do t'i dali atyre të kursejnë? Absolutisht, ato nuk mund të kursejnë, por duhet patjetër të mirë menaxhojnë ato pagburime që kanë dhe të vendosin prioritete. Dhe këtë them me siguri që disa nga prioritetet siç mund të jenë kontrolle shëndetësore, shpenzime për argëtim, se duket sikur argëtimi është prioritet. Ta heqim këtë? Okej. Okej. Se ke që e thash më të arsimi. Bëra unë gabim. Një familje me aq pak burime të ardhuar sa ka, duhet të heqë dorë nga shumë gjëra që janë të domosdoshme në fakt. Edhe referuar Instatit, 40% e të ardhuara shqiptarëve shkon për konsum. Imagjinoj, kemi fatura për të paguar, kemi qeram për të paguar, çfarë do t'i mbetet? Asgjë. Duhet që ky individ të mirë menaxhojë ato pak të ardhura që ka. Të lej faturat pa paguar ndoshta? Apo jo? Nuk quhet kjo. Nuk quhet. Okay. Se nëse do të lej faturat pa paguar, atëherë për 3 muaj mund të hiqen dritat, ujin dhe kamat vonesa e tjerë, kështu që nuk është kjo zgjidhje. Të mbaj dietë. Nëse po patjetër do keq ushqet, se kështu i bie me nivelin e pagave që ne kemi. Ne jetojmë domethënë duke krahasuar me çmimet si në Europë, por nga ana tjetër ne paguhemi më keq se sa në Ballkanin Perëndimor. Sepse koston e kemi tepër të lartë jetese. Jemi një nga vendet me koston më të lartë jetese pas Serbisë, por ndërkohë që Serbia nuk ka këtë disbalancën e nivelit ulët pagës pra të ardhurave dhe shpenzimeve.
Kështu që shqiptarët ndaj thash janë të varfër, por kanë shumë dashuri dhe kjo është gjë e mirë. Dhe jemi të zgjuar në shqiptarët të Romina. Mirë, u lodhe? Jo. Okej, je mirë? Mirë. Çfarë do të nxjerrësh në një gjë interesante? Çka ke qef? Fol tani o hesht për gjithmonë. Si Për të rinë të pyeta unë, sërse, ndalemi pak tek familja? Okej. Mirë. Je në mood? Okej. Ta bëj kështu pyetje që të kesh surprise. Familja, Romina. Ke 2 fëmijë, 2 bebusha të vegjël. Por vitet kalojnë shpejt, edhe ata do rriten, do bëjnë individ. Dhe nëse një ditë të thonë që mami, unë dua të largohem nga Shqipëria, çfarë do i thoje? Përveç pjesës se zemra e nënës coptohet kur njëri nga fëmijët nuk troket në mbrëmje në derën e tij të shtëpisë. Atëherë unë do t'i thoj, mund të largohemi të gjithë së bashku. Do shkoj nga mbrapa? Po patjetër. Zgjidhje kjo. Do largohesh nga Shqipëria nëse njëri nga fëmijët do të largohej? Patjetër, unë në fakt kam një natyrë pak protektive dhe mendoj që dhe për fëmijët do të ishte më mirë të më kishin me vete, edhe pse ndoshta do të isha një barr, por që do të kishin nevojë për mua, kështu që unë nëse do të kishin këtë lloj dëshire, do t'ja plotësoja dëshirën, por duke i shkuar nga mbrapa. Ndoshta më pas nuk do më doni dhe do thonin lëre se do ta shtyjm, edhe s'do t'iknim fare. Kështu presion. Shumë bukur. Romina, çfarë mendon për ata pensionistë ose prindër që kanë mbetur vetëm? Në fakt kjo gjë mua më lëndon shumë. Dhe e them sepse dhe unë prindit e mi pensionistë kam. Ndonjëherë pensionistët kanë kursyer, ato sot janë mosh pensioni, por kur kanë qenë të rinj kanë kursyer që me idenë që të krijonin familje. Krijuan familje, kursyen prapë sepse u bën me fëmijë. Kursyen prapë sepse do edukonin fëmijët. Tani duhet ose të keq ushqen, mos hanë ashtu siç duhet, sepse nuk kanë pension. Dhe për më tepër, ata kanë turp t'i thonë fëmijëve të tyre që nuk kam ngrënë mirë sot. Dhe kjo është gjë që mua më vret, sepse kanë dinjitet. Mund të rinë pa ngrënë dhe ato nuk thonë që nuk kanë kohën. Dhe kjo është gjë shumë e dhimbshme në fakt, sepse i bie që ato gjithë jetës kanë luftuar. Ne, kur jemi të vegjël, pra ne fëmijët, ne gjithmonë kërkojmë tek prindrit. Ndërkohë, prindit gjithmonë bëjmë për ne, dhe në fund kur ato plaken, ato kanë turp të na kërkojnë ne, dhe për më tepër, ndoshta kursejnë pensionin e tyre për t'i bërë qefin nipërve dhe mbesave. Kjo është gjë shumë e dhimbshme dhe ndaj them që gjëja e parë që duhet bëjë shteti shqiptar në radhë parë është të rrisi pensionet, dhe të mos marketoj, por t'i rrisi vërtet. Me sa para në muaj jetojnë pensionistët sot përafërsisht? Do të them një shifër që ndoshta ty do të habisi, dhe këtë e them për shkak se pjesa më e madhe që ka dalë në pension në 2023-shin kanë qenë me gjysmë pensionin, se një 5 viteve i kanë pasur një formalitet. Me 9.700 lekë ato duhet të mbyllin muajin. Pra, le të themi me 100 euro të mbyllin detyrimet. Mendojmë që janë 2 pensionistë, të mbyllin detyrimet, po nëse është vetëm një pensionist, po nëse nuk ka as fëmijë. E njëjta situatë akoma dhe më rëndësh në zonat rurale. Pensioni mesatar në zonat rurale është 110 euro. Atëherë ai, përveç faktit që ka këtë nivel pensioni, ai nuk ka gjithë mundësitë aty. Pensionisti për çfarë ka nevojë? Për kujdes shëndetësor, ai nuk ka spital aty. Ndoshta qendra shëndetësore nuk mund të ketë as mjek. Nuk ka as para për të shkuar në qytetin më të afërt. Se fëmijët nuk i ka aty afër, aty pranë. Se i ka në emigracion. Çfarë jetë bën ai? Shqipëria nuk është vetëm Tirana, Durrësi, nuk është vetëm qyteti. Shqipëria ka edhe fshat. Fshati ka edhe njerëz. Fshati ka edhe varfëri.
Fshatrat kanë mbetur bosh në fakt, po. Edhe kjo do diskutim, po që se bëjmë dot kështu. Romina, çfarë ke mësuar diçka që nuk ke mësove dot në bankat e shkollës? Që njerëzit ndryshojnë, dhe nuk mund të presim që të tjerë të bëjnë atë që duam ne të bëjnë. Duhet i pranojmë njerëzit ashtu siç janë, dhe me ndryshimet që ato kanë në faza të ndryshme të jetës. Jemi të detyruar të pranojmë? Apo mund të heqim edhe dorë? Jo, jemi të detyruar të pranojmë, sepse është një kompromis që duhet ta bëjmë. Jeta bazohet në kompromise? Po jeta bazohet në kompromise. Nëse do ishte një person që ti do t'ja dedikoje suksesin tënd, të karrierës tënde, të familjes tënde, të Rominës që ne shohim sot, kush ishte? Kush do ishte ky person? Unë mendoj që është mami, patjetër që edhe babi, por do ta veçoja mamin sepse babi delegoi. Pra ja delegoi çështjen e edukatës apo kërkesës o llogarisë mamit, sikurse shumë baballar në Shqipëri dhe shumë mirë bëjnë në fakt. Dhe mami ka qenë mentoreja ime më e mirë, madje akoma është një nga ato që më bën vërejtje. Duke filluar ndoshta nga aspekti se si të vishem, si të mbahem, pastaj në këshilla se si mund zhvillohem. Dhe më pëlqen, por nga ana tjetër më shumë bën vërejtje dhe nuk është se thot bravo. Nuk ta hap syrin më. Jo, absolutisht. Thot mirë je, por duhet të jesh më mirë, një por. Dhe mirë bën në fakt, sepse gjithmonë gjithmonë duhet të përmirësohesh. Njeriu sa më shumë vite kalon kupton që duhet, sidomos në këtë botë që sot teknologjia, dia, pra sot vetëm mos kesh dëshirë të mësosh dhe zhvillosh, sepse sot i ke mundësit. Ajo është mbështetja jote. Ka qenë gjithmonë kështu krah për krah. Mbështetja ime, por dhe vllai në fakt, sepse nuk është se punon gjithmonë vetëm me një fëmijë, gjithmonë ka qenë një individ i cili punon paralelisht me të dy, edhe kur i bën vërejtjet, por edhe kur i jep suport, pra nuk bën dallime. Romina, ke një mesazh për të rinjt që aktualisht studiojnë apo jetojnë jashtë vendit? Si mund të kthehen ata sërish në Shqipëri? Ka shumë të rinj në fakt që jetojnë jashtë dhe edhe kanë dëshirë të kthehen, sepse kur vinë për pak kohë si turist, kuptojnë që në Shqipëri ka shumë dashuri. Dhe mendoj që vërtet atje mund të, në momentin që janë realizuar, ato duhet të kthehen këtu, se njeriu nuk ka nevojë vetëm që të ndihet i realizuar nga ana profesionale, por ka nevojë të ndihet i realizuar dhe nga ana emocionale. Dhe dashuria që mund të gjejnë këtu, nga të afërmit, ndoshta edhe nga vendi, edhe me gjithë ato probleme që mund të ketë vendi, nuk mund ta gjejnë dot në asnjë vend të botës.